Do të vazhdojmë me projekte infrastrukturore, janë edhe 12 rrugë në qytet që do të janë në ndërtim. Ne kemi parimet e qeverisjes tonë, transparencë dhe llogaridhënie, drejtësi edhe mundësi barabarta për gjithë qytetarët pa dallim, në mënyrë që të jenë përfitues pikërisht ata, zhvillim të qëndrueshëm dhe natyrisht përfshirje sa më e madhe e qytetarëve në vendimmarrje, pra në diskutime publike, shqyrtime publike, dëgjime buxhetore e tjerë, ashtu siç e kemi bërë gjithmonë. Ne do të vazhdojmë me projekte infrastrukturore, janë edhe 12 rrugë në qytet që do të janë në ndërtim. Është rruga 4 Korsi, pastaj është rruga Rahovec, Drenos, Senos, pastaj Pollush deri në Sarosh, po ashtu edhe segmenti tjetër në të njëjtën kontratë deri në Fortesë. Ne jemi duke ndërtuar rrugica, po ashtu edhe trotuare. Edhe besoj që nga pikpamja e zhvillimit ose përmirësimit të infrastrukturës, ne jemi duke avancuar tashmë, sepse edhe sot po punohet në punishte në terren. Po ashtu ne do të jemi të lumtur që kemi mërime miratu buxhetin brenda afatit ligjor, dhe tashmë dihet sa është buxheti i komunës Rahovecit, të cilat janë projektet të cilat mund të zhvillohen, mund të realizohen nga buxheti i komunës Rahovecit dhe cilat janë projektet të cilat janë po ashtu me bashkëfinancim nga Ministritë e Linjës. Ne po ashtu kemi në planin ton parashojmë të japim edhe më shumë fuqi, shpirt, zemër, zhvillim bujqësisë, duke përkrahur bujqësinë e mençur, pastaj do të japim përkrahje të fuqishme sektorit e agroturizmit, i cili veç i ka dhënë shenjat e para të zhvillimit, po ashtu ne do të japim përkrahje edhe lehtësira konkrete bizneseve në mënyrë që sidomos investitorëve që vinë nga Mërgata. Ne kemi po ashtu një plan të qartë për shëndetësi, për arsim, për kujdese sociale, dhe po ashtu ne kemi vërtet një shtëpi të pensionistëve që për këtë qëllim është dediku, është organizuar edhe transporti, edhe shujta, edhe mjeku, edhe tekniku, edhe stomatologu, edhe lojrat, edhe këndi i lojrave për ta, për atraksione në një vend bukur, mirë po nuk e kanë pa të arsyeshme që të qëndrojnë aty, edhe ne natyrisht jemi të interesuar që të përkrahojmë pensionistët edhe tutje me brenda qytetit, sepse s'po pajtohen me qenë në jashtë qytetit.